Sahit Sadriaj nga fshati Radac, komuna Pej, arsimtari i historisë dhe intelektual, është një figurë e njohur dhe shumë e respektuar në Radac dhe më gjerë. Ai gjatë tërë jetës si mësimdhënës i historisë besonte në vlerat e kombit shqiptar edhe në historinë e tij, duke theksuar gjithmonë rëndësinë e identitetit dhe kulturës shqiptare. Shkollën fillore e kom kry këtu, në fshatin Jabllanicë vogël. Atë kohë është thirrë shkolla Moshopiade. Edhe në vitin 1961-62 e kom kry klasën e 8, dikon 42 nxënës kemi qenë. Pej klasë parë deri të 4-tën e kom pas mësues Muharrem Kajtazin. Pastaj prej klasë 5 janë rru arsimtarë të lanëve ndryshme. Edhe kur e kom kry shkollën fillore 1961-62 jom regjistru në gjimnaz në Pej. Diplomën e kom kry pastaj me 1966, vullneti për mësim, vullneti për ditar në dorë, jom punësu në fshatin Lubish dhe Hasit në komunë Prizrenit, ku kom punu atje një vit, e pastaj 1967-68 e kom regjistru në Gjakov, në shkolla e lartë, grupin histori gjeografi, kom diplomu me 1969, pastaj jom punësu si arsimtar i historisë në këtë shkollë. Arsimtari Sahit kishte një angazhim të fortë për të mbrojtur trashëgiminë historike të popullit shqiptar dhe për të mësuar brezat e rinj rreth historisë dhe të drejtave të tyre. Unë në mesin e të parëve në fshatin Radac, kom regjistru një shkollë të lartë. Edhe pastaj sa kryva ish një farë gëzimi, një farë vullneti, mu punësu në këtë shkollë aty ku kom kry edhe shkollën në mesin e fshatarëve, në mesin e nxënësve. Kanë qenë këtu 3 shkolla në një drejtori. Kryesore ka qenë kjo në Jabllanicë vogël, pastaj ajo në fshatin Novosellë dhe në Lip, e ma vonë kur jo shtu numri nxënësve, jo më panbarsu shkollat. Kur kom qenë nxënës i shkollës fillore, këtu kanë ardhur prej Ozdrimit, prej Dubovës Madhe, Dubovës Vogël, prej Banjës, Kaliqanit, Roberts, pastaj këto fshatrat Radac, 2 Jabllanicat e Madhja e Vogla dhe Novosella, edhe prej Lipje kanë ardhur. Sahit Sadriaj është një simbol i intelektualëve që vepruan me guxim për të drejtat e popullit të tij. Arsimtari i historisë Sahit Sadriaj, si dhe arsimtarët e tjerë shqiptar që e kanë përjetuar përsekutimin dhe burgosjen nga regjimi serb, sidomos gjatë periudhave të vështira si gjatë periudhës së Jugosllavisë dhe gjatë luftës së Kosovës, janë një pjesë e rëndësishme e historisë së popullit shqiptar. Ata përfaqësojnë një grup që ka vuajtur për shkak të angazhimit të tyre për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve, për të mbajtur gjallë identitetin kombëtar dhe për të shpërndar vlerat e lirisë dhe drejtësisë, duke sfiduar regjimet autoritare. Kur jënë panvarsu shkollat, edhe jënë bon 8 vjeqare, edhe jënë Novosellë, edhe kjo në Jabllanicë, unë me vullnet kom kalu atje në fshatin Novosellë, kom punu deri në vitin 1982. Pastaj në vitin 1982 ka pas diferencime politike edhe na kanë përjashtu prej punët dikun një 16 mësimdhënësve në shkollat mesme të qytetit edhe në shkolla fillore. Arsyeja pse ju ka përjashtuar? Arsyeja ato epitetet më të vrashta, oportunist, nacionalist, kontrarevolucionar, për krasi demonstratave e qëso. Emocionet janë në kulminacion, njeriu njët vetë përcaktohet për një profesion ato cilin e ka në shpirt, e dënë me zemër edhe kom dash gjithmonë. E kujtoj fëmirin dhe shkollën fillore, pastaj i kujtoj kolegë me cilët kom punu, to pak emocionojnë, bile tash 80 vjetë poj mushi, krejt 2-3 nuk janë këtë jetë që kom punu bashkë me ta. Vitin 82, një histori shkurt, 5 vjetë po punë, pastaj 1987, një grup prej nesh në pozicionu në punësune për fabrika. Edhe mu më qunë në fabrikë kur këpudzve në Pej.
Mua atje drejtor më mbon nuk isha i knaqun, po punëtor fizik, punova aty deri në vitin 1990, pastaj kur u pavarësu në shkolla shqipe prej Serbisë, po gëzimi maj madh jemi kur u pavarësu shkolla, edhe u ktheva në vend punës aty, e mora ditarin, ajo ishte kënaqësia më e madhe jemja, deri me 29 mars 2010 kum punu aty. 1983 u dënova me burgim, parën herë 2 muaj për kundërvajtje, për këndim në kongëve me përmbajtje nacionaliste në vend publik, edhe atëherë mjerisht kanë pas bashkëpunëtor, pastaj më akuzun edhe si terrorist e nacionalist, me 28 nëntor 1983 u burgosa në burgun e Pejq, edhe 8 muaj në para burgim, pastaj me 15 qershor 1984 u dënova 4 vjet burg. Po, kur na suspendun prej pune, mas pak të 70% shqiptar kanë qenë në komunet Pejq, në komitet partisë, në përbashkësi lokale, edhe ata kanë majtë mbledhjen edhe i kanë qu gishtat me na suspendu prej pune. Advokati boni një ankesë, gjyqi suprem i ish Jugosllavisë e refuzoi si e pa bazë dhe u lirova në mbrojtje. Profesorin Said e përshëndes përzemërsisht, atë përshkruaj me pak fjalë njeri kombëtar, ardhëdashës, arsimdashës, punëtor i zellshëm, patriot në përgjithësa etapat që ka kaluar populli shqiptar, e sidomos nga vitet 80-ta deri në përfundimin e luftës. Me Saidin na lidh më shumë ti momenti kur nga koha demonstrata e vitit 1981, me që ishte një ardhëtar dhe kombëtar i fortë, erën ato urnat nga komunitetet atëhershme që ishin bashkëpunëtor të UDB-s dhe shtetit të ish Jugosllavisë, si gjanja si punëtor që punon kundër interesave të pushtetit jugosllav, i larguan nga puna Said Sadrin, Recep Moriqin dhe Vesel Veselaj. Ishte momenti kur ne u prekëm shumë, por ky nguli kom dhe punoj prap, punoj dhe nuk i dorëzu shtetit jugoslav, punoj në kombinatin e Kpuzëve deri në momentin kur Aerolau Gorani dha urdhër për mu kthy në punë prap punëtorët e arsimit që janë dëbuar mbledhun nga puna. Ky është momenti më edhe kur punëtorët e shkollës u gëzuan kur prap Saidi u kthy dhe punoi edhe më tepër me detar në dorë për t'i arsimuar dhe për t'i edukuar në frymën kombëtare nxënësit e shkollës fillore, tani lidhja e Pejës. Periudha e zezë 99 ka qenë periudha më e vështirë për punëtorët e arsimit, por edhe për nxënësit, por edhe për familjarët, për prindrit, jo vetëm në shkollën tonë, por në gjitha trevat të Kosovës. Në atë periudhë ne kemi vazhduar mësimin në shkollë disa muaj, mirë po më vonë me që ishin dëbuar edhe nxënësit e shkollave të mesme komunës së Pejës, nxënësit nga shkolla ekonomike, duke përfshirë edhe fshatin Vitëmëric, Ozdrim, 2 jablanicat e madhe e vogla, Radasin dhe Novosellën, i kishin prunë nxënësit e gjimnazit në Novosellë. Një 4-5 muaj kim punuar në shtëpi private. Unë kom bjerë mësim në gjimnaz në atë periudhë, në shpinë e Mehmet Gjurës në Radac dhe të Ali Fejs në Radac, edhe në Novosellë në disa punkte, ku më jap lëndën e gjeografisë.
kom pasin nxënës në atë kohë Vetan Elshonin, në baj men, Bardhyl Bërdynin që është mjek, Bekim Rama edhe disa figura që janë sot kogja të larta, e çka më ka mbet për shtypje në shtëpinë e Mehmet Gjurs, ai na beke edhe në zonë sa na furnizoi me çaj. Edhe mu, se unë nuk deshte me u panu, thashtë në u piju në çaj në zonë, s'ka në në zonë sa u që s'kape, por jashta na rushin fshatarët mos po vinë patrullat e policisë. Pas disa mujve tentu mi e pru në zonë sa gjimnazit në shkollë në Voshelc, el shumë katën e dytë, dhe na nga i moment s'na kanë ngusë. Mi po, s'kam betë si në veçantit e në zonësit, ishin ka gjatë në zonë sa 70 në klasë dhe edhe ata e kupteshin atë patriotismin tonë që po i ngullim komët aq fort dhe na kanë përkrah shumë. Për këtë arsye unë sot i lavdoj ato gjenerata që e shohin këtë dokumentar, i falenderoj për qëndresën e tyre dhe për krajen e që kanë dërguar ndaj mesimdhënësve dhe ndaj familjeve të tyre. Unë jam Musa Gjosi, profesor i gjuhës angleze. Me profesorin Sahit jemi kushëri. Na faktikisht e kom ljohet Baci Sahit, se Baci Sahit ka qenë një intelektual, që është atëherë dhe pse unë me mosh maj vjetër, kur e moj men sikur sot kur vike me liber, me kasetofon, me kaval, me të gjitha ato, sepse printi kemi pas Barini, baba i tij dhe jemi kanë qenë Barin. Po ne jemi edhe kushëri dhe kështu që atë e kom ljoft mu në Bjeshk, domethënë nga Bjeshka që i kom pas 10 vite tutje dhe nga atëherë e njoh edhe është një njeri intelektual, është një njeri që avlen të rrinë me te dhe një njeri që din të rrinë me moshën 18, 20, 50 edhe 100 vjeçare. Pra një njeri që ka studiu historinë, që din të folë historinë dhe që din të folë për vujtjet e kombit dhe traditat e kombit shqiptar. Pra një njeri me vlera. Kur u largum prej Kosovë me lyp shpëtimin, drejtimin e Maqedonisë, Shqipnisë në Malzi, mu me një grup me 18 prill 1999 në ndonë prej familjes në fshatin Dacaj dhe në drejtim po një orë në kanë dërgu në zhitë Sërbisë. Edhe atje maltërtimet kanë qenë si më të ndryshmet, psiqike, fizike, që kemi përjetu 16 prej nesh. Pastaj me 24 prill mas një ove në kanë liru, kur kemi mrin Malzi, me njëherë në kompin franqez dhe Zvicran, me do shok, në kanë një mu me hap shkollën Shqipe prej klasë parë deri në klasën e 8 në Rozhaj. Duhet të përmeni, nuk më mujtë me i majtë mend gjithë se kanë qenë Tistogut, kryesisht Pejst, Skënderajt, që kemi hapë shkollën Shqipe. E kom falenderu atëherë dhe sot, ka qenë Alidaci, një aktivist i lidhjes demokratike, na ka kontaktu me shoqata ndime, na i kanë pru qadrat, banka, karrika, tabele, shkumsa, ditar, asë në shkollë ku kom punu nuk e kom pas ma mirë. Ajo shkollë ka funksionu një muj ditë deri me 12 qershor, kur kanë hy forcat e NATO-s. Pas lufte, kur u këthym në Rozhaj një avë ditë, na qunë neve që ka këshim dhënë mësim, një farë trajnimi, kur të këthehem në shkollat tona, me punu me nëzënë që jënë traumatizum, ju kanë vra prind, kanë përjetu, i krym një avë ditë edhe na i dhenë certifikatat. Pas ta e fillum, fatëbërësisht shkolla jonë atje në Vosel kish pa meta ashtu qysh ka qenë, pas ta kjo një blanit vogël e kanë djekë, e kanë bo rafsh me tokë, është ndërtu kjo që është tani e reja, në Vosel pas lufte u angazhun edhe shkolla ka qenë e vjetër, e marun shkollën e re, ku funksionon edhe sot. Vullneti ishte nivel me punu, po komplet 90%
shtëpiat e fshatrat e djegnet, me shkrum kushtet ishin këtë vështira, po kryesore ishte friga nga okupatori nuk ishte dhe vullneti ishte me punu ditë e natë. Pjesa e rinisë o pjesa më bukur e njeriut, është jeta e loni jetës, bjeshka, bukurit natyrore, ujvaret, krojet e bjeshkve, fylli, kavalli, shpeshere librin me veti, qethnat e dhena, ajo pjesa më mire jetës. Se njeriu nuk i merr këqijat, po i merr të mirat. Pastaj, pjesa e okupimit është një pjesë shumë e dhimbshme, e frikshme, e dhimbshme. Si që shpret popullin me mëngjes kur u qojshe s'dishe çka po të ngjanë, si me qefin në gji. Po veç një herë një lokal ma gjetën portofolin, shkruj ke histori, emnat e nxënësve, pastaj planin kur e ka shtit dorën në xhep. Maltërtimet fizike, psiqike, veç e pau ishe shkru me histori. Këto janë pak përjetime. Edhe kjo pjesa e fundit e jetës u bon 15 vjetë, po diçka që kam mbren me të madhe, kom qenë mësues i historisë. Edhe ndonjëherë në parodat burrave, është dashur me thonë ndonjë fjalë për dashurinë, për atë dhe, mos me lshu venin, me nejnë Kosovë. Paj me fjallë s'di si moj me përshkru. Jetë mirë këm që bëllë. I këm ba 62 vjetë më ta. Edhe jetë mirë këm që bëllë, kur jem ardhe këm gjithë në arsim. Danë pëndzije, të natë mirë, ati kem rritë thminë, fa që barë, tanë në kanë mësu, tanë të dukumë. Mirë shumë. Jashta kur jem shku që jem ikë në luftë i herë të Bërdënajt, të një Burnot, të një renë që ashtu në rëshaje, që ajo konë momenti maj vështiri, se kisha si thmi, nga t'jashta 2 qika. Djallin jashtë, sa herë folë këthe ke pëvedhon, në ikë një delni në pëvedhon. Momenti vështire konë për gjithë kanë jetësot për mu. E kom që jetën e mirë shumë, e hiqmës më pakon kënë punë një marë në shpit madhe, 40 rëbë. Kem pas dhenë, ljopë, kualë, senë, më hangër, më pisë, nuk jem rëqithë, si ke kë në punë, si s'ke. E kom pas kushtet e mira. Para, kër e kanë qitë, ma fort më ka dhimë të kë, së thmija, u nisën më rritë, dikush del ke jashtë, dikush i një mëj ke njëni tjetërit, mirë. Dhe ka nej 7 muj ditë, unë kom nej me 7 thmi, një dhomë, të talakat, të maltërtu, që atëherë kur o në shukë edhe s'kom besu, deja himrena. Që atëherë ka konë momenti maj lumë të një për mu që ba, thmija me babë. Ta shte, kur rritësëll me këta, e 7 thmije, se kom asë një, thëm, a thumë më rëzët për krejt botë, pas në ba thmije për veti asë një. Po më vinë qpesh. E kam ideal si marrë është me livdu, pra është që ashtu si vallajnë pramje nisët në 6, natje veç kur thëtë qelë ma një derën. Nuk shkojnë 2 muj parë. Edhe qikat tash i kam jashtë. 4, se cila për vete, edhe nipat e qikave e mesat në sajdisin. E vinë, në shohin, jetë të mirë kam bëllë, të lumë në bëllë. Pra mërzit nga ka i herë ka pak, si thëmë një bile me pas nga atë, pra kërkuj jetën nuk du mja hupë. Gjithë kush e ka jetën e vetë, gjithë kush për vete. Po, kur do më dalë, se ta ki gjo më bli.
ti grunë përshkojnë pa gjo për që ta përshkojnë. Që aty keshe a dejtë, ka i rritëm, po, hajtë se po. Unë jam thmija i parë, vajza e parë. Qatë sa kom pas mundësi, sa kom mujtë jo mënut jo ndihmoj nënës në punë të shpis, të kujdesna për motrat, për vllaun, për sa kom mujtë, sa kom pas mundësi, po. Na si thmi tina kem pas, që më thonë, një shumë ndaj prindve kem pas konsiderat të mirë, po dhe baba nuk është që kur që diçka që kem pas na i telasha, më na bërtita, më na ofendua, asë dhe njëherë. Nona nashta ka qenë pak ma e ashpër se me normal, si nonat janë pak ma nërësh. Sa po mund është mjë kushtu rëndësi, më thonë, apo mund është më artë të Po, thëmë drejten asë një javë nuk shkon që nuk vi. Nështë nuk muj më nej 2-3 ditë e ma shumë, po java nuk shkon që nuk vi, di vizitoj, s'pa ku t'i shoqësh janë. A ma shumë bojnë vajzat për prenda, apo djenë? Allah të thëmë drejten është edhe vlau jonë që nuk ka tjetër vlau. Thëtë si hajtë pjallo atina, edhe nave që edhe vlau shumë kujdeset për prind, për motra, është shumë i afërt me neve. Po edhe koha e regjimit që shokon këe, që shna jemi rritë në qëfar regjimi, ne nashta une nuk kom tentu të shkoj ma largë, po motrat e mija nashta kanë tentu të shkojnë ma largë, të shkollohen ma largë, po regjimi që shka qenë jatë hershit, motrave mija ja u kanë dalu shumë të në rastëv. Une deri në moshën 20 vjeqare që isha si vajzë, në moshën 21 vjeqare jam martu, kam shku në Zvicër, edhe për 10 vite nuk kam ardhë këto. Ajo periude 10 vjeqare ndoshta pak edhe mosha, me moshën ma e re, nuk e di, tham qysh kam mujt me përjetu ato. Kanë qenë edhe rrethonat ndryshe, s'kishe telefon, u dufke me thirë të një kusherin pej, me lonë terminin, me dar një herë muaj, me fol me ta, a i një mirë që shini, po nuk, as një herë nuk i kom bo këta mu një keq, me mani zonin të qajta, mu një diçka. Momenti ma i lumtur, kër e kujtaj, është moment shumë emocionus. Kur jam këthy mbas 10 viteve, kër marrë në Kosovë, kanë dalë në Prishtinë me na prit. Edhe kur i kom pa këta, koha mbas lufte, shumë jam konë e knaqët, po edhe në një farë mënyrë edhe jam konë shumë me emocione. Amo këtë moment nuk e harroj asnjëherë. Për këto 12 vite përvoj punë me të, ne kemi veç qaste, momente shumë të mira. Unë një përveç si pedagog të mirë, mësimdhënës të mirë, se natyrisht që lënda historisë është një prej lëndave kryesore që i bën zënësit edhe njerëzit mu mendu për atë dhe dashurin. Sahiti gjithmonë të ne kolegët mësimdhënës ka reflektu pozitivitet, ka reflektu klim mitësie, klim pozitiviteti edhe në ato situatat kur ne, për shembull në kolektiv kemi pas, si me qujtë, ndonjë qast ose ndonjë moment të pakëndshëm, ka ndodhur ndonjë zënke të qastit ose ndonjë pakënaqësi mes kolegëve të grupeve të ndryshme, kujdo qoftë, Sahiti dyqysh si me të lindun e ka pas një lloj, si më thonë, një lloj mjeshtrije, e ka gjetë ndonjë batut, ndonjë humor të qastit, që edhe ka ditë që palet rivale që jenë zënk mi qetësu, po edhe ne tjerve më na relaksu edhe më na bo për momentin më qesh, edhe me harru zënkat e me pashme, edhe si më thonë, marrë dete një lloj klime shumë pozitive.
pas 15 viteve pas pensionimit ti, nuk shkon javë, s'paku njerë një javë pa përmend do një ndodhin, do një batut, do një humor, do një ngjarje ti, i ka konvertu në humor asi soj që ne na ka bo më qesh edhe na ka sjell gjithmonë klimë pozitive. Unë du mi përmend vetëm 2 qaste që janë shumë si më thonë, atë klimën pozitive na bojnë shumë për më qesh. Drejtori tash është i ndjerë, ishtë drejtori i shkollës sonë, që është ajo klima në për shkolla, jo planet, në atë ku kanë qenë planet mujore, diçka si e trendit e modës, tash janë planet 2 mujore, 3 mujore, kur i bënd të ndonjëherë, ta quaj trysni pozitive sa hitit, jo si sulle planet këtë ditë ose atë ditë ke harru, kjo sigurisht nuk i kish punu planet, ishte në punim e sipër, edhe me humor me batute kalon të atë citat, thoshte, po nuk e di, theke, hajde dollapin tim ku pilo librat që për ma qelin, ndoshta mënet më pas kafe ose shiqer, po planet pilo që të mi tavolin, kush mi ka morë, që ka pëjduhen planet tjere, edhe na filloni më busqesh, edhe do më thonë e kalon të krejt citatën klimë, edhe drejtorit do më thonë, jo që mbeste gojnë mbyllur, po e dinte që kjo halas sështë në atë pikën përfundimtare edhe e kalon të këtë citatë. Plus është një rast tjetër që kjo vetë e pohonte që i ka ndosë, natyrisht kjo ka punu mbi 40 vite, do më thonë në arsim, e njeriu të i ndodhin ngjarje nga me të ndryshme, base edhe ato ta quajt pa këndshme. Kjo nuk ka qenë ndonjë ngjarje si me quajt e pa këndshme, po ai ke po njeriu ndonjëherë nuk është në atë elementin e dur pozitiv ditës, nervozës e ndonjë shqetësim i qastit edhe në atë ku nxënësit e klasë 5 në atë ku punonin me arsimtar, jo me mësues si tash. Edhe kur shkon me shpjegu ky një mësim, një njësim si more aty në klasën e 5, edhe orën paraprake kish pas me klasë 6 edhe e shpjegon mësimin e klasë 6 edhe në fund të orës si thëtë nxënësa dhe din bane men mirë këtë mësime, detyrat me kry, po ata nxënësa të lyp mësimin libër edhe thëtë arsimtar nuk përgjoj mësimin, thëtë a diçka thëtë se shenë që tash jenë qastët e fundit 3-40 sekundat e fundit të orës, thëtë ma në men mirë këtë mësim se kam ju vy shumë vitin e arshëm kur të vini këto në shkollë kam ju vy shumë këtë mësim, se ja ka rrok atëherë që e ka, do më thonë e ka ngatru me klasën e 6. Pra do më thonë është një njeri që i ka tregu, si më thonë edhe ato, po ato gabimet që ka ndodhë brenda ditës që mbase edhe një pedagog ku me ditë edhe me përvoje, me reputacion, i ka ndodhë, po dikush nuk ish përfaq këtu, si ndodhë së cilit, po kjo i ka tregu me sinceritet, do më thonë do një gabim të quaj teknik të qastit, edhe gjithmonë e ka bo situatën e mërë. Mos flasim për shëtitjet që kemi pas ekskurzionet në Shqipëri, në Bajramsor, në Durrës, vendet tjera, do më thonë, kjo ka qenë ajo që shme qujtë ajo epicendra e humorit që gjithë kemi pas qef, ose më qenë ofër ti në tavolin, ose në autobus ofër karrigës ti, se gjithmonë ka reflektu pozitivitet, mitësi, njerëzi, edhe mbi gjitha une e llogaris këtë njeri si njeri, në radhë parë si njeri njerëzor, që ne gjuhën popullore me këto gjerat e vjetra që kemi thonë, ktheja shpinën, shlirë se mos të tëtë që të punon diçka prapa shpine. Nëse ka pas diçka me ty, ka thonë parasysh, prapa shpine e të shlirë.